Prizreni veçohet me trashëgimi, ruajtje dhe pasuri arkeologjike, por edhe me ruajtjen e traditave të trashëgimisë. Ajo që duhet veçuar është zeja filigrani. Në veçanti është e njohur tradita për punimit të metaleve fisnike filigrani. Ne sot kemi biseduar me 3 nga filigranistët e vjetër, të cilët po mundohen ta bartin këtë zeje edhe tek të rit, siç u shpreh Bashkim Tejeci. Po Prizreni është e vërtet që është burim ose ama e filigranit Prizrenit, se në Prizren edhe në Shkodër është punu teknikë e veçantë e filigranit, teleisja, që nuk do me thonë që vise tjera nuk punohet, po te na ka qenë pika e burimit kësaj teknike. Rafshi Dugaxhinit e punon punimin teknikën me kokra, ndosa ana e Gjakovës e kanë punuar teknikën e savat. Një teknike, edhe ajo është teknike filigranit, po tash me kalimin e kohës, domethënë është në zhdukje e sipër, shumë pak punohet në pej, shumë pak punohet. Këtu te na në Prizren aty këtu ka metën, azi po mjeshtrat, mirëfillt, zez filigranit, dita ditës po vjen të ushu. Ose janë amortizu, ose janë pensionu, ose besa edhe ka ndru jetë. Faji Këbamja me këtë rast ka treguar se këtë zeje duhet ta ruajmë jo vetëm në pesë sa jemi këtu, por këtë duhet ta përcjellim ndër breze. Kemi vullnet me vazhdu këtë traditën, edhe të rritë që vinë, ose prej shkollës, ose prej rrugës, kishme qenë mirë me kalu kohën edhe më mësu të vazhdo tradita e filigranit, dhe mos të zhduket. Po shishoni, na këtu jemi 5 veta, mirë po ka edhe jashtë filigranista të vjetër në për shtëpia që punojnë, mirë po si organizat s'ka. Edhe Gjafer Lusha i ndan këtë mendim. Pa, unë kisha propozu rinia sidomos të e ditë çfarë arti është edhe mburrët Prizreni edhe Kosova me këtë art, kisha propozu që mos të harrojnë këtë zanat edhe të shkojnë, të mësojnë, të trashëgojnë, se na kemi met pakicë edhe na po mundohëm na tonën me avlon edhe këty në trashëguesve të ri, po pak o. Unë kisha thonë që me mu angazhu edhe ma tepër rinia, me po çfarë arti është, çfarë bukurie, edhe më mburr me këtë art filigranit. Kom pas fatin të punoj si nxans atëherë, domethënë kur e kom kry punën praktikën filigranin e atëhershëm kooperativa ku ju ngjive uçujke, kom pas rastin ka qenë Indjeri Ekrem Pupusi, ai ka qenë një ndër mjeshtit të rrallë, i cili nuk di aja ka trashëguar dikujt azen, domethënë ka qenë punimi i shpatave. Domethënë që njifet, po kom dëgju edhe kam edhe njohuri edhe për punimin e pushve, domethënë Prizreni ka qenë i njohur me pushtë punume, jo kuburet kanë qenë punume me teknikën e filigranit, bashkë me këtë teknikë që ne e punon Prizreni me rrethin, teleisjen. Na jemi të gatshëm të ofrojmë dijen tonë gjeneratave të reja, se na veç me vete s'do ta marrim kur gjë, po kjo nuk varet vetëm prej neve. Na duhet të kemi edhe përkraje edhe morale, po edhe me një anë pak përkraje materiale, se edhe na jemi në fund si me thonë në fund karierës tonë, kështu që të hapim sa ma tepër kurse, sa ma tepër kurset mirëfillta, jo vetëm sa ta kryjmë një biznes ashtu të them, po të hapim kurset mirëfillta edhe të hapim një paralele, pse jo, Prizreni ka pas dojer paralelen në shkollën e mesme teknike, atë shkolla e mesme profesionale, apo shkolla për punëtor kvalifikuar, pse mos ta kemi edhe sot. Jemi të gatshëm të ofrojmë dijen tonë, apeloj të strukturat e qytetit, që ku jemi urdhoni, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë. Nëse këtë zeje ruajnë për Prizrenin do të ishte gjëja më e çmuar, sepse Prizreni ka dalur me zeje të vjetra ku nga 120 sa ishin, tashmë kanë mbetur as sa gishtat e dorëve tona.